Njerëz internet sa YouTube sa që njerëz. Tani kamera direkt ju ka filmuar juve, unë bëj kot njerëz internet, sa ka mundësi mos qeshni, se unë jam pa tualet sot. Çfarë i bëj unë? Unë duhet dal me kurriz sot se jam pa tualet. Tualeti më zemra ime, ti je prapë bukur, më vdeksha vllai për ty. Gjithsesi mos e vuj shumë. Dgjoj. Ta kisha vujt shumë unë, e kisha bë tualetin, po nese. E rëndësishme është që ju kam juve këtu, kam parë klipin dhe kam ngelur pa mend kur e pash. Po më shumë se sa klipi, unë kam ngelur pa mend për këngën dhe përpara se të fillojmë bëjmë gallat, unë dua një herë intervistë kështu seriozë. Jo, dua sinqerisht di një pyetje që ka që në momentin që kam parë, domethënë produktin tuaj për herë të parë, kam thënë si ka mundësi të jesh artist kaq shumë në çdo qeliz sa të arrish vetëm me instrument të flasësh kaq shumë. Dhe të flasësh jo për dashurinë, se ndonjëherë dashuria për shembull është vetëm ndjenjë, po të flasësh për një gjë siç është nacionalizmi. Miliardi se shmi vogël. Unë dërshi se unë përdor shumë kulturë në tilla momente. Ideja është që unë me Vinin kemi shumë projekte, cilat janë të tematikave të ndryshme. Por kjo ishte shumë e veçantë, Ilardi. Domethënë, kjo ishte një gjë që nuk ka të bëjë për shembull as me një temë sociale, as me dashurinë, prandaj e përsërita këtë pjesë. Nacionalizmi ndonjëherë është shumë i vështirë për t'u shprehur, sidomos me instrument, apo e kam gabim? Po, edhe ne këtë donim që të arrinim, që njerëzit të fillojnë edhe që të mendojnë që jo vetëm me fjalë, domethënë mund shprehesh për tematika ndryshme, për më tepër edhe për një tematik nacionaliste ose domethënë kombëtare. Siç pasqyruam pak a shumë domethënë te klipi, siç keni parë, pjesën pozitive dhe negative që kemi ne shqiptarët, domethënë në ndër vite. Po pra, se gjëja që më bëri më shumë përshtypje kjo ishte, para se të kaloj tek ajo që pasqyrohet pastaj me imazh, dua të vazhdoj të qëndroj vetëm tek muzika dhe ke instrumenti. Pra, sa e vështirë është në një kohë si kjo e sotmja që tregu është shumë i egër, me muzikë ta haj zemrën titulli këngës, e kupton? Dhe të arrish me instrument Vini të flasësh kaq fort, kaq shumë. Nuk është e lehtë. Sinqerisht nuk është e lehtë, por ne me instrumentat tonë domethënë gjithmonë jemi munduar domethënë edhe në këtë projektin domethënë që është prej 28 dhe 29 nëndorin. Jemi munduar gjithmonë domethënë të sjellim një diçka ndryshe dhe siç e the edhe ti domethënë jo me fjalë, por që është ndryshe. Ne si instrumentist të dy pak a shumë jemi në një nivel, mund të them, goxha të kënaqshëm në treg. Edhe jemi pak a shumë edhe me stadin e... Por jeni edhe të vetmit, ë? Po, jemi edhe të vetmit. Që keni guxu këtë formë. Qarë pak a shumë, a kupton? Edhe në këtë pjesë ne donim që t'jepnim edhe ne kontributin ton në çështje kombëtare, edhe të tregojmë domethënë shqiptarëve në mënyrën tonë se si mundet që të bëjmë art tamam edhe në mënyrën tonë. Edhe duke lidhur prap me kombin. Po mirë, Vini. Janë dhe instrumentat, domethënë që ne zotrojmë që mund ta përcjellim këtë. Pra, këtu desha dal. Tani ti ke një gjë që kur e kap atë violinën me dorë, më bor. Me një korno, me një filharmonik ose ku diu me një flautë edhe nuk mund të mendojnë që janë pikërisht këto instrumenta, po jo, dhe ai që i bie flautit e do shumë instrumentin e vet. Nuk e kisha aty. E kam domethënë që instrumentat tonë janë instrumenta teli. Teli është ka shumë emocion, të gacmon. A e kupton? Kështu ishte që e gjete këtë. Edhe njerëzit arrin që ta marrin më mirë. Dhe për tonë më kollaj. Është violonçela, a kupton, po dalë shumë me një trombon. Është e qartë. Domethënë gati këtu. Megjithatë, Vini ti më ndërpreve pyetjen mua, ti ke një aftësi kur e prek atë violinën që sikur nuk ka njëri tjetër që e do ose e trajton si ty. Derisa pastaj ti a e zbulove, a u zbuluta, unë nuk e di me këtë maskarajn këtu, dhe jeni bërë një dyshe perfekte ke kjo pjesë. Me këtë maskarajn e kam thënë dhe më përpara, domethënë edhe shumë njerëz e dinë që unë jam shok familje me Ilardin, kemi mbaruar liceun bashkë.
Ilardi është një instrumentist shumë i rrallë duke ne të jemi sinqertë, shumë i talentuar, shumë i saktë në ato që do të realizojë, që do të shesi, është perfekt nga të gjitha anët. Ti ke dhe një aftësi kështu kur shkon edhe luan nëpër këto klubet e natës me fizike ke shumë të fortë atë interpretimin që Po palestër. Me mimik më shumë. me mimik apo me fizik. Edhe me mimik, Ma tunda të edhe me fizik, por që shiko ku është ideja. Ideja është që përgjithsisht njerëzit nuk arrin që ta kuptojnë muzikën tonë thjesht duke ndigjuar, a kupton? Njerëzit e thjesht flas. Ndërsa momentin që ne fillojmë edhe shprehim qoftë fizikisht, qoftë me pamje, a kupton, qoftë me veprime të momentit, domethënë impakti bëhet shumë më i kollaj për të kuptuar tek publiku i thjesht, sepse ideja që ne nuk është se tash po pretendojmë që të kapim vetëm një shtresë saktuar të publikut, por u me vinin ndaj edhe që ne kemi dy stile shumë ndryshme po ta kapësh. Edhe fakti që jemi ne të dy bashk na plotson në zhanre muzikore. Na plotson edhe ne duke luajtur të dy me dy stilet e ndryshme ne rrjedhimisht kapim më shumë publik. A kupton? Edhe njerëzit, domethënë edhe audienca është më e madhe tek ne, edhe mund ta kuptojnë edhe më mirë muzikën tonë bashkë. E kuptova. Megjithatë dua të kthehem ke kjo puna fundit se aty e kam menin se më ka bërë shumë përshtypje videoklipi, nuk e di ideja kujt ishte, por ka pas edhe prodhime të tjera muzikore nga artistë të mirë, për shembull Juliana Pasha ka bërë një këngë për festat e nëntorit, për domethënë me karakter kombëtar e tjerë. Po juve dhe pa folur, ato kishin dhe tekst, tani unë nuk dua të bëj dallime se unë po jap mendimin tim personal si gazetare. Me tekst dhe prapë se prapë gjithçka rrotullohet tek Shqipëria, ky vend i madh, osa bukur, ne e duam Shqipërinë, Xhamadani via në kuptimin e sa e madhe është Shqipëria. Ajo që më bën mua përshtypje tek puna juaj është që ju keni nxjerrë dhe e bëni kështu sikur pastroni atë plurin për t'i treguar njerëzve që shiko, po të pastrosh plurin e këtij vendi, do shikoni që ka të mira dhe të këqija veta, pavarësisht se ne e duam njësoj. Të paktën ky që mesazhi im që mora unë. Ne jemi treguar realist në klip. Domethënë që ne jemi ky që jemi, por domethënë kemi shumë këqija, por kemi edhe shumë mira. Ndryshe nga të gjithë videoklipet e tjera që janë gjithkohës. Lardi, kjo është pjesa që mua më rënqethi për shembull. E kujt që ideja? Të ta themi i diçka, pastaj do ta jap përgjigjen. Ç'kemi mirë? Mirë, ç'a bëna? E bëm çik shumë serioze, nuk na shkon. Ju të dyve herë nuk ju shkon me bë muhabetin kaq serioz. Po ju e keni fajin që keni bërë atë këngë, jo, e keni fajin ju se kam parë videoklip dhe më kanë ngel kështu, domethënë bam dhe nuk do ta besoni, po e kam parë vetëm një herë. Vetëm një herë, se kam përsëri dy herë. Sa më të që duhet thoja? Faleminderit. Kë doje të falenderoj dhe të përshëndesje? Familjen. Kur e kam parë klipin demo që ma solli Aldi Karaj, cili ai e ka punuar. E ka punu dhe e ka punu shumë bukur, aq bukur sa e falenderoj shumë, domethënë Aldi të përshëndesim, futim shumë. Kur e kam parë demo që më erdhi demo, isha në studio duke punuar. Vjen demo ku kam parë këtë momentin, domethënë që në violoncel pastrohet pluri. E dalin pamjen, po. Dalin pamje që tregojnë që ne jemi kaq perfekt. Më e bukur aty në klip, sinqerisht, për zotin. Domethënë edhe ty të bëri. Po. Okej, se vini miliardë duke performuar në klip, a kupto. Biles neve i thanë që mundohi që të fuzesh sa më shumë pamje, edhe ne më shumë na nxjerrësh në plan dytë si domethënë ne nuk donim që të ishim shumë në klip, më tepër të kishte pamje. Më shumë. Në fakt Ilardi kam përshtypjen ka vujt shumë sa aq karagjosa e njoh fund që është, domethënë që bote serioz aty. E vetmja gjë kur kam parë që bote si serioz, ky thash kështu, di sa jesh dashme e majt qesh. Tip trendi gjas. Sa herë jemi këtyne, sa dubla kemi bërë, klasë. Po të dy iso jemi dasara se më duket sikur. Edhe kjo na push bash shumë. Sikur ti na njeh mirë më duket apo. Po pra për të hapit. Nuk e di për të hapit, kështu po se ç'kam një ndje, jo më është një ndjesi e brendshme sikur ju njoh, se unë si ju njoh varet ju, ëh. Sa ka po për kokë të babit don sa. Po lor tani se po na ndani nga burri. Ti shumë gjithsesi. Do kalosh me kalim në kohë. Nuk do përpiqem mos ta vuj shumë.
Shikoni pak tani. Më thoni pak sa herë keni përsërit ato dublet hajde. Sa pra pas keni? Shumë. Le që ka qenë ftofët i zoti mos sa kena vujt atë note. Kur e keni xhiruar? Ka kohë? Ne kemi xhiru një javë para se dilte klipi. Qa javë? As më... Apo 4 ditë 5 ditë se sa. 4 ditës. A më javë. Domethënë gjithë klipi o bo për punë 4-5 ditës. Unë kisha Klipi flasim, jo muzikë. klipin, kurse për produksionin, domethënë për muzikën, unë kisha Kishim ide që me ko. një muaj e gjysmë para, po ishim në dilemë, ç'a të bëjmë, si ta bëjmë, si ta zgjedhim, ta fusim për këtë festën, ta lëmë për diçka tjetër. Po. Kjo ka qenë plan për Shën Valentinin në fillim fare. Po. Kupton, doja të bëhet diçka për dashurinë. Për duke parë. Jo, është më shumë nacionaliste. Ka shumë fuqi pra. Ka fuqi. Është dhe kjo pra, se kjo Ka është vendin, ka dhe fuqin. se kjo është e bukur, domethënë. Dy instrumenta, domethënë, për vendin ton, për Shqipërinë dhe për Kosovën ta cilësoj mirë. Domethënë. Është një diçka krejt ndryshe me dy instrumenta. Dhe duke marrë parasysh që është violinë edhe violonçel. Ti e krijove këngën? Si ku di unë Mirë, okay. Ti e pas ke kryer këngën. Unë bëra një pyetje idiote do thosh ti tash. ja më zë vallaj. Pa. Hajde mos e vuj as te. S'po e vuja. Nuk po e vuja as këtë. Sa kohë tu deshte? Një muaj? Ta mbyllje si produksion? Jo, unë kam pas një demo, thjesht ti e ke parasysh se si bën demo. Thjesht me një piano, vetëm me Krijimi muzikor është ai. vetëm me celon i lartit e kam pas demo, Ta domethënë. punosh është problemi. Pastaj për një javë domethënë janë përfunduar të gjitha me klipin, me xhirimin e klipit, me regjistrimin në studio, me miksimin, me masterin, me punimin e videos. Po Ilarti, po ti ke ndërmend në çdo videoklip me këtë do dalesh o burr? Pse jo? Se çat keqe ka? Çam kemo vëlla, Pse mos drejtët? Kam vllak ta. Kam vllak, kam motor, gjitha. Aman vetëm motor. Vetëm mos e ki motor. Vilis, besoj që ti je dakord të jesh motor. Nuk ndam dot nga kjo. Nuk Qa të mirini? Një kolegu jon më ka bërë një pyetje dje. Më tha, o vllai tha, të ta bëj pyetje, po vllai tha, s'm bëj. Gjithmonë tha me Ilardin do dalësh domethënë, gjithmonë bash do jeni. I thashën, shiko, për të bërë vetëm, okay, ja bëj Ilardit muzikën, ta bëj klipin vetë, bëj domun, por nuk ka dukje. Mendon që bashkë e bëni fuqi. Nuk ka dukje, Asa, jo, po Plotësojmë njëri. nuk ka dukje, mbi të gjitha, Që plotësojmë shumë njëri tjetrin. mbi të gjitha unë jam mësuar me këtë njeri. Ti e mësu ke dalë edhe me tjerë, mos ja fut kota. Ai s'ka trasu ty, po ti i ke bë Artiola Toska, ti ke vdekur. Ka qenë i vogël ky atëherë më pasar. Jo më mosh. Fal, po ai ishit në një shkollë, një klasë. Një 4 vjet, jo, 3 vjet. Se kam qenë për kontrabasën për ne. Kam qenë për klarinet. Ore vërtet e keni apo votallën? Jo më jo. Deri diku. Po. Apo jo? Po normal, Po unë se unë kam tani qenë ke muzika klasike. unë tani bëj 30. Ky bën 26 më duket, ë? Po se the kemi qenë vegjël, kemi qenë në lice. Po mirë, ja prapa ato vite, ky ka qenë më i vogël domosdoshmë. Keni qenë për dy gjëra të ndryshme edhe po qartë. Pastaj zile është kjo? S'është problem. Regjistro. Jo të lutem. Zemër jam duke bërë një intervistë tani. Jeta është jeta? Jeta. S'fala paç, s'fala kje. O jeta. Intervista e dytë që shënoj me jetën prezent. Një herë kam pas fatin e mirë që t'ju intervistoj të dyve me të dyja jetat tuaja. Mirë. Që jemi dasar, sinqerisht. Po ti çfarë? E them sinqerisht. Çik reklam ty tash. Pak reklam. Bëjmë bir çik reklam. Çfarë do na thuash në Shqipëri? Për tualetin? Jo tualetin. Pse s'ke për tualetin? Kamera mua. Dëgjon nxitoja pak. Ë? Tashi do na falni për arsye sepse kemi disa probleme teknike sepse tualeti i Dasarës nuk është mundësuar sonte nga sponsorët, kështu që herës tjetër do e mundsoj. Dëgjoj.
Edhe unë s'kam as lek me shku me u rregullu në event tjetër, kupton, kështu që janë gjëra që ndodhin Ai këto. pse dalim I bim aty ke rruga, bëjmë në le, unë me vini. I vërtet, pse në Shqipëri nuk bëhet kjo që dalësh ke rruga ti bish në Gjy me monedha kokës. I ditë miliardin, nuk e di ama me miliardin apo jo, I thashë o vllai, thashë me këtë kriz që po na kapi, thashë më duket të dalim rrugëve, thashë më duke I rëndë, se s'kemi si ta zgjidhim ndryshe. Do të më provoj, do të. Se është shumë e bukur. E po këtu kemi dalim ne nga ku më nga Kamza, nga to, çan këto Bathoria, dalim mirë. Lym. A ne jam rregull. Ja. Që t'ju tregojnë çik se un kam qenë jashtë shtetit, se s'dini gjë ju, kam qenë në Rom unë. Se dalun jashtë shtetit po. Po, edhe ne ishim Shkodër. Edhe isha në Rom edhe ishte njëra aty në pjaca, kupton? Se atje ka pjaca, kupton? Edhe këndonte shumë bukur. Këndonte Adelën ajo ja fuste Adelës, ishte më mirë akoma. Ke shumë talent, ke shumë talent. Ka shumë talent dhe shumë janë zbuluar pikërisht nëpër metro. Edhe unë kam lutë në rrugë. Kam lutë në Itali, në Perugia. Po si të erdhi kot, ti bre për gallat. Po, ti bre për gallat. Ditë feste ishte, nuk e di, ti pavarësie, siç e kishim këtu, e kishin atje dhe u mushën rrugët plot. Ka pa Dalë, unë filloj, unë të lujt atje. Sa lek bëre? Disa lek nga humbë, për i orë më kanë... I bishe klarinetës Po ti pas ke qenë me kontrabas. Mirë, faleminderit shumë. Këto ishin Iliardi dhe Vingonçi të çmend të dy. Jo, rrim edhe. Rrim që... Na bëjnë këtë tjetër. E kam sinqerisht. Po pra, kur I bishe klarinetës? Jo, kemi shumë kemi shumë produksione të tjera për të nxjerrë tani. Ha, më na tregoj projekte. Ua si harrova unë pyetjen klasike, cilat janë projektet tuaja për të ardhmen. Po ne ke vllajin tati me edhe përgjigjja klasike mbeten surprizë. Për kokë të babit mbeten surprizë. Që bollë zure be babin, po hë tash na tregon. Kemi shpreh. Ç'do bëni? Ti me Artiolën apo jo? Jo, unë do dal me... Apo me Iliardin, na mërzita? Sa me thoni emër këngëtare, po... Lenës për e thëmë farë më... Do dali me Azizin. Po pse tregove më... Më falë, sorry goja. Kemi produksione shumë tjera. Edhe tani për vitri, kemi një bashkëpunim shumë të bukur me një vajzë, ka Italia, e cila është... Është e re, nuk është e njohur. Po nuk është këngëtare, është top modele në Milano. Është një super femër. Po. Është një super produksion që sinqerisht e kam këtë prej që mos e dëgjoni jeta. Po pra, unë çall në jetave sa kisha. Po mos ka, e kanë shoqë, s'ka lidhje. Është me porosi nga jetat kjo pjesa. Është një lloj stili që them që do pëlqejë në Shqipëri. Është pak ndryshe nga produksionet edhe çka kam bërë unë, edhe çka ka bërë studio ime, edhe çka kanë bërë kompozitorët e tjerë, producentët e tjerë. Ja, komplet ndryshe nga Është pak ndryshe. Është shumë më fort. Më fal, është shumë më fort. Është papapum, tapatupum. Është Po ti do jesh atje apo jeni ju të dy dhe ajo? Absolutisht. Gjithmonë bashkë na mërzita tash. Mirë pra, faleminderit shumë. Doni pyetje tjetër? Rrimte pak? Jena çift I lezetshëm, pse tu na mërzit? Jo, jeni çift I shkëlqyer mbi të gjitha, tash unë qesh. Tash unë qesh se ju jeni karagjoz dhe me ju është e pamundur të bësh intervistë. Falënderimet lutem si gjithë tjerë dhe unë, faleminderit shumë. Qafsha. Falenderoj edhe Iliardin, domethënë që është gjithmonë në krahun tim djathtë. Faleminderit. Falenderojmë edhe çunat që kanë hudh veglat, Besin me Ermalin. Edhe vetët tona. Jetat po I lejmë se Ja pa çaj jeta. Dasara, ne të falenderojmë ty më zemra vllajt për intervistën, faleminderit, domethënë që je gati për gjithçka çfarë ne nxjerrim ti je e para. se ju e meritoni, një shumë të mirë pra. Faleminderit dhe suksese pas gjithmonë. Faleminderit.